Burimet ujore të zonave malore dhe puset në qarkun e Elbasanit, që nuk janë subjekti kontrollit të rregullt nga ndërmarrja e ujësillës kanalizimeve, përbën një shqetësim serioz për shëndetin e konsumatorëve. Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor ka ngritur alarmin për mungesën e monitorimit të rregullt të burimeve natyrore të ujit, të cilat në mungesë të kontrollit sanitar mund të jenë të kontaminuara me substanca të rrezikshme për shëndetin. Prefekti i qarkut Elbasani, Ilir Betja, thekson se një nga problemet më të mëdha lidhet me përdorimin e ujit të puseve për konsum nga banorët, pa pasur një certifikat që garanton cilësinë e ujit. Po ju përmendni vetëm burimet ujore natyrore, po ne kemi kushtëdijse sa fshatra që përdorin puse, po dhe në qytet përdorin puse. Kjo është pak më problematike, sepse në pus është pak më e vështirë të kontrollosh cilësinë e ujit, duke qenë se ai mund të përzihet edhe me rryma të tjera, kullesa të tjera, që ka zona, të cilat jo gjithmonë janë ujëra shiu ose ujëra të bardha, po mund të jenë edhe ujëra industriale që filtrojnë, mund të jenë edhe ujëra të zeza që filtrojnë. Pra, është një problem permanent, bëhet shumë më i jashtëm kur rriten dhe temperatyrat. Banorët shpesh përdorin për konsum në mënyrë të pakontrolluar edhe ujin e rezervuarve, të cilët janë ndërtuar kryesisht për vaditje të tokave bujqësore. Prefekti Betja thotë se do të kryhen disa analiza për të evidentuar cilësinë reale të ujërave në rezervuar, për të parë nëse janë të përshtatshëm për konsum. Rezervuarët që ne përdorim, që janë basene ujore të krijuara, të cilat përdoren qoftë për vaditje, qoftë për qëllime të tjera, në zonat ku ato janë. Dhe ne tani kemi ndërmarrë një projekt për monitorimin e ujërave dhe ne jemi duke monitoruar disa prej tyre. Një është grupi i liqeneve të Funarit, i cili nëse do të rezultojë me cilësi shumë të lartë uji, do mund të përdoret edhe për qëllime të tjera. Prefekti i qarkut Elbasan thotë se një bashkëpunim mes institucioneve shtetërore, bizneseve dhe komunitetit është etik për të parandaluar përhapjen e sëmundjeve dhe për të garantuar një zhvillim të qëndrueshëm të turizmit në këto zona.